Interesi i fermerëve për skemën kombëtare të mbështetjes në bujqësi vijon të jetë i lartë, me afro 11.000 aplikime të regjistruara vetëm në 4 ditët e para të procesit. Shifrat u bën publike nga Ministri i Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, Andis Salla, gjatë një vizite në Agropikën e Lushnjës. I shoqëruar nga drejtuesja politike e Qarkut Fier, Belinda Balluku, dhe zëvendës ministri Dimitor Kote. Ministri tha se interesi i fermerëve lidhet me faktin se skema është ndërtuar pas konsultimeve të drejtpërdrejta me grupet e interesit dhe reflekton nevojat e sektorit. Fermerët kanë qenë përgatitur sepse ne kemi orientuar gjatë gjithë këtyre muajve që nga mënyra se si ne bëm skemën me ta. Gjatë takimeve me fermerët, Salla prezantoi ndryshimet kryesore të skemës për vitin 2026. Një nga risitë më të rëndësishme është ulja e pragut për përfitim në sektorin e blegtorisë nga 100 në 50 krerë për bagtitë e imta, si dhe rritja e mbështetjes financiare për blegtorët. Ministri theksoi gjithashtu mbështetjen për ndërtimin dhe rikonstruksionin e staneve përmes financimit të infrastrukturës, sistemeve të energjisë diellore, depozitimit të ujit dhe pajisjeve që ndihmojnë në përmbushjen e standardeve të sigurisë ushqimore. Një tjetër fokus i skemës mbetet nxitja e bashkëpunimit mes fermerëve. Shoqëritë e bashkëpunimit bujqësor do të përfitojnë mbështetje të dedikuar, ndërsa fermerët do të kenë mundësi të bashkojnë sipërfaqet e tyre për të përfituar nga masat mbështetëse për tokën bujqësore. Skema disponon një buxhet fillestar prej 5.2 miliard lekësh, ndërsa afati i aplikimeve do të qëndrojë i hapur deri më 26 qershor. Kam pas problematika dhe tani në vjen në dorë dhe në mënyrën më të mirë.